Unë e mrita ka dole erdha me traktor. Gjithsej me vjetat vosër janë 45 copa. Hojnë akun po bëllën, me që tonë jetoj. Ka shumë vite që i ndihmojna babit në këtë punë, i ndihmojna në mielin e lëve dhe ushqimin e viçave. Edhe na kanë thënë halal ju që i ndihmoni babit. Sa i merr për kryt lopës? 90 euro. 50 euro i morëm për mushtjera, 25 euro i morëm 2 herë në vit për viça. E në sezonin e verit den 5.500 litra në muj. Kemi fillu me 5 copa dhe do të mrim deri 100 copa. Përshëndetje miqtemi. Përshëndetje miqtemi. Unë e mrita ka dole erdha me traktor në fshatin Lladrovc, komuna Malisheves. E la shkerën se në për fshatra pe kam pak ma vështirë, ka dole rakatak, mrita te një fermer me bisedu për firmin e tina Dritën Gegaj. Për ma shumë, hajdini me neve të shofëm sa krer Ljopimon. I ndërun përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit që keni ardhur në vizitë. Faleminderit edhe për juve, është kënaqësi jona gjithmonë. Faleminderit shumë. Unë e mpove me traktor i mord. Pak i kum pas vështirësi, po ja dola. Ja shumë bukur e mirë. Tash atë të bona ta më kështu ku po du më shku se edhe këto rrugë nuk po jenë edhe aq ndërtume. Qashtu. Fillimisht po du me pyet për firmën sa krer lop i ki? Gjithsej me vjetat vosër janë 45 copa. Po. Lop qumshtore i kemi 18 copa. E tjerë të ndë me thonë mushtjera dhe viçat vosër, ka dhe bikat vogël, mo që janë në zhvillim. Po. Nga jo çka unë bisedova me disa banor, duke që është firma më e madhe këtu në Lladrovc. Po, është e vërtetë në Lladrovc, për momentalisht është firma jonë. Të ma modhe, është biznes i mirë, ka fitim. Sa ja ki po hojnë? Hojnë akun po bëllën. Me që tonë jetoj, kam kënaqësi të madhe, punoj familjarisht, punëtor nuk kem, se kam babën në ndihmojnë këtu. Fëmija, kam 3 vajza e një djalë, që nuk largohen kur prej neve, tu në ndihmu. Baba ka shefi, a? Baba nuk është shefi, po baba se nuk e merr përgjegjësinë vet, nuk do me marr, po na ndihmo shumë. Do të çka të më ndihmu unë, do të ndihmoj, përgjegjësi nuk marr kur gjë. Ndërrom sa është punë e vështirë ose cilat janë sfidat më të mëdha që përballni çdo ditë, por që na nuk i dim. Realisht. Probleme këtu në bujqësi nuk ka. Ai që është duke u marrë me bujqësi, ai duhet jetë i përgatitur shumë në këtë lami, kështu që të ecë biznesi si duhet dhe çdo herë ka shku mirë. Me qumsht jemi nda shumë mirë, po edhe me pasterma në fund vitit kemi dalë shumë bukur e mirë, kemi edhe subvencione prej Ministrisë Bujqësisë që na ndihmojnë. Bukur mirë edhe ata. Çdo vit? Çdo vit kem për krer lope, krer viçit, ushtjera. Plus për hektar domethënë që punojmë fushën edhe ato kemi subvencion të mirë, edhe kështu që domethënë është biznesi shumë i mirë edhe veç inshallah do Zoti vazhdo kështu. Po. Nga terreni çka e kam unë çdo ditë, po më duket se kanë fillu goxhase shumë ju kthy kësaj pjesës me umor, me bujqësi, me mojt lop. Po, është e vërtetë. Është e vërtetë se domethënë Laverdia veç pe i hyp bujqësisë. Edhe normal që do të kthehen prapë edhe do të punojnë edhe në bujqësi. Sidomos na çka jetojmë këtu në fshat. Pse mos të punojmë në bujqësi? Ka pas ndonjë moment që u kam punë e lodhshme dhe ke thonë se dija. Jo. A të vazhdoja, çka po bëja? A ne nuk i ka nashta ndaj ditë që është pak më vështirë kur jem në sezon sonave apo të sillazhit, por ani nuk më shko mendja kur. Që ditë ta ndërprejmë apo diçka, po vetëm të vazhdojmë të punojmë. Mi të regon pak fillimet e juve, sa janë kanë të vështira, kanë e keni pasë mbështetje, kraxha gjithë kohës. Fillimi ka qenë pak më i vështirë kur kum fillu se kum pas numër të vogël. Tani gradualisht me sa ke fillu? Me 5 copa. Me 5 copa, krejt domethënë kemi rrit fermën tani prej që aty në 5 copa, edhe kemi më rrinë domethënë.
me numër taman so mund me punuana. Dal nga dal, fillova edhe po du me morë krejt familjen me qit, me prezentu. Qika ju lumë për punën që e bëni, më tregoj babi ju që i ndihmoni. Po. Që sa ko i ndihmoni kështu me ditë ma sakt, që sa vite? Ka shumë vite që ka shumë vite që i ndihmojna babit në këtë punë, edhe po në vazhdojnë shumë mirë, i ndihmojna në mielin e lëve dhe ushqimin e viçave. Po. Ashtë punë e vështirë? Jo, nuk është e vështirë. A të lindi ideja vetë me ndihmu babit, a ju tha babit që në, hajde se i një rritë ashtë? Vetë, me mundin tonë. A e keni kështë vështirë, ose në cilën pjesë e keni mas vështirë? A i mjelni për shembull vetë ju? Po vetë i milum edhe nuk është asë njëherë vështirë. E bojna me vullnet, edhe dëshirë gjithmonë. Sa mirë. Po më intereson mjetet për mjelje të lopëve i keni apo? Po ja me maqinë. Me maqina ju i mjelni? Një maqinë i mjel, 2 copa. Po. Për shembull në shkolla, e din që ju i ndihmoni babit në firmë? Po e din edhe që e kena firmën edhe që i ndihmojna një vajzat. A ka ndodhur me ju thonë ndonjëherë se na populli shqiptar jemi pak? Apo din? E kemi atë mentalitetin që është e lopte u? Jo, nuk na ka ndodhur asnjëherë përveç që na kanë përgëzuar për punën që e bëjna. Edhe na kanë thënë halal ju që i ndihmoni babit. Po, edhe është goxha ndirë me pas firmën tonë. Edhe plus kur e din që e keni familjare, edhe një përgëzoj, edhe juve ju lumë që keni vajza shembull. Faleminderit shumë. E t'irujt Zoti, tash jeni të lira, unë po vazhdoj edhe pak me babin e ju, faleminderit shumë, ju përshëndes. Ku kem në të bisedu, qa kem të thona se ti mora vajzat pak, e bona një shkeputje, edhe po du mi lavdu edhe pak ju lumt, ju lumt edhe juve. Faleminderit për juve që keni ardhur në vizitë, tash jeni punën e bujqësisë si shkon. Dhe ne në të mundësinë tonë do t'ju tregojmë se sa është, domethënë randi i punës tonë në fermën tonë, mirë po çdo herë ka shku mirë. Çdo herë kur një herë nuk kemi pas diçka problem, domethënë në aspektin e punës apo diçka tjetër. Se kemi mbështetjen e madhe edhe prej Ministrisë Bujqësisë, edhe puna kryet prej neve këtu, prej familjes tonë. Për shembull prej Ministrisë, çka keni çto diçka të Prej Ministrisë kështu nuk kemi kur gjë përveç subvencioneve që i morëm për kryt lopës, edhe për hektar që e punojmë fushën. Shtallën, makinat, këtu krejt, do me thonë... Sa i merr për kryt lopës? 90 euro. 90 euro. Po, 50 euro i morëm për mushtjera, 25 euro i morëm 2 herë në vit për viça. 2 herë në vit për viça? Po, ka 25 euro. Shumë mirë. Kjo është prej Ministrisë. Plus, i kemi edhe 7 cent në litër qumshtit prej Ministrisë Bujqësisë që dolum ekstra klas, 3 cent i kemi prej komunës tonë, që falenderojmë kryetarin që na ndihmon edhe në këtë drejtim bujqësisë, kështu që kemi mri 55 cent në litër qumshtit që e dorëzojmë domethënë. Po, përveç që e dorëzoni me një pikë, keni kështu klient ju? Jo. Jo, nuk mirë me atë pjesën, se ndoshta është pak më e bezdeshme. Është më e zorshme, është se... Po, me konë qumshti fresk, tani, kneje, si na qysh... Jo, na vetëm e dorëzojmë qumshtore, kem punë me koralin. Me koralin. Çdo herë kemi qenë në sakt me pagesa, kur s'ka pas probleme diçka, edhe kështu që jem të kënaqur shumë. Din çdo ditë e morrin qumshin edhe po më intereson. Po më intereson për gjatë një dite sa litra qumsht i bon gjithë këto lopë që e keni? Në sezonin e dimrit ko ma pak, e në sezonin e verit den 5500 litra në muj, dorëzojmë qumsht. Kështu që për ne është laverdia bëllë e këtyne. A mundëm a kështë mujtë me vazhdu, mëse ka pak problem, familja me... Po du me i po përse ofermi, unë u knoqa. Këta e në këtë viqa, të mitë asë një nuk janë të blenë, dhe më prej love tona që janë shtue. Kemi edhe vjetrat vogël atje tash janë shtu. Mujmë i po edhe atje. Këta tash janë shtu ka... që 2 dit ka lindë. 2 kanë lindë që 2 dit. Dilën, a? Po. Këta 2 tash kanë lindë. Shumë mirë. Janë viqa të mirë. Sa i ki gjithsej sa viqa? Qëtu i kemi 8 viqa, sa që janë shtu tash, po i kemi edhe tjerat që jem të i prit mushtuhe. Ta shtuhen deri në fund pridit, krejt kanë mushtuhe. Edhe për sa copa
ki hapësirë këtu në shtëpi? Hapësirë kam se e kum rrit hapësirën tash para 2 muajve, mropa edhe për 30 viqa. A, e ki dhe një pjesë Po, mropa kësoj? po, mropa që shu janë dyrt atu, tu kanë mu hop, edhe për 30 viqa, do me thonë, kemi bon zgjerim mropa thermes tu me njerë. Shumë mirë. Se biznesi është të shku për para mirë, edhe do të arrisum hala. Unë e vërtet po knoshna kur po i ndëgjoj këto fjalë, edhe që Zoti ja u ka shpërbly mundin. Kemi fillu me 5 sopa dhe do të mërim der 100 sopa. Inshallah 200, që edhe 100 prej mi. Jo, der 100 sopa kështu që ta kem një punë të pa lodhshme, edhe të kem një fitim so më të mirë. Po. Jemi shumë mirë, po edhe më të mirë. Edhe ç'është është kjo puna se e keni tamon çdo cent halal. Po se me mundi e bojmë këtë punë. Edhe flen kështu qit. Është e vërtet, edhe aq më të kënaqur jem që punojmë me familje, familjarisht. Vet shef. Po, i kam fëmijën me bobën edhe vajzat që i po. 2 vajzat edhe djali. Po. Edhe djali. Domethënë vajzat përveç që e bojnë mieljen e lopëve, a ndodh kështu me ju qit ushqim? Po, më ndihmojnë shumë. Sidomos kur jem sezonin e mbjelljev, gati si vetëm i kryn këto. Kur vi prej fushës, veç tuja i kanë përfundu, i kanë mjell, i kanë ushqy, unë veç një edhe i kontrolloj, a është çdo sa në rregull, se i shoh me njerë që mos ka diçka pa kry me sukses, edhe e korrigjojmë atë problem. Po më intereson edhe një pyetje për fond, a i lëshoni lupt kështu Po, natyrë në fusha? Po, për momentin jo, se s'ka, po, e tash edhe pak ditë fillojmë mi lëshue. Momentin se fillon pranvera, gjelbrimi, kanë çka me. Po, i lëshojmë jashtë janë atëherë çdo herë. Po. Dhe Po edhe mrena i ushqim. Po, mrena gjithsesi, jenë me përcjellje kur t'i lëshoni? Kem edhe rrethoja që i lëm vet, po kur i qojmë ma larg, jemi në përcjellje çdo herë, dikush me to. Nuk i lëm vet. Po. Indërum, nëse keni diçka me shtu, unë jam drejt fundit. Një falenderim të madh për ju që keni ardhur në fermën tonë, me na vizitu, se unë një kënaqësi shumë të madhe kur vjen dikush edhe na vizitoj edhe na përgëzon për punën që e bëjmë. Është kënaqësi e jemja gjithmonë me prezantu gjona të mira, njerëz të suksesshëm, njerëz gjallënika, unë u kënaqa, po besoj që edhe shikues kur e shohin këtë storje janë të u kënaq. Unë e veç uroj këtë mirat. Faleminderit. Zoti ja u dhash bereqetin hala më shumë. Faleminderit shumë. Edhe ja u pofshet hajrin. Shumë faleminderit. Atë përshëndes. Ju përshëndes edhe unë Nga i nderuar. me të mira edhe për ju. Miru pofshim. Faleminderit.